Dhjetra qytetarë u mblodhën këtë të dielën në Lushnjë, në orën 10 pranë spitalit të Lushnjës, në një protestë qytetare për të ngritur shqetësimet lidhur me kushtet e shërbimit shëndetësor dhe problematikat të tjera që sipas tyre prekin prej vitesh komunitetin. Protestuesit, mes tyre shumë të rinj pa përkatësi politike, deklaruan se qëllimi i tubimit ishte të sillnin në vëmendje problemet reale me të cilat përballen qytetarët çdo ditë. Ata theksuan se shqetësimet lidhen jo vetëm me shërbimin shëndetësor, por edhe me mungesën e zhvillimit dhe largimin e institucioneve nga qyteti, duke e cilësuar Lushnjën si një qytet fantazëm. Gjatë protestës, pjesëmarrësit falenderuan stafin mjekësor të spitalit të Lushnjës për përkushtimin e tyre, ndërsa theksuan se problematikat lidhen me kushtet dhe funksionimin e sistemit. Gjithashtu, u përmend edhe deputeti i Qarkut Sajmir Korreshi për ngritjen e vazhdueshme të këtyre shqetësimeve në kuvendin e Shqipërisë. Pas grumbullimit pranë spitalit, protestuesit u drejtuan drejt sheshit para bashkisë së Lushnjës, duke u bërë thirrje qytetarëve të tjerë që të mos kenë frikë dhe të bashkohen për të kërkuar zgjidhje për problemet që prekin komunitetin. Organizatorët e cilësuan protestën si një nismë qytetare me fokus te shqetësimet reale të banorëve dhe nevoja për më shumë vëmendje ndaj shërbimeve publike dhe zhvillimit të qytetit. Gjatë protestës, shumë qytetarë të ndryshëm, pa regji apo organizim politik, morën fjalë duke sjellë shqetësimet e tyre reale nga jeta e përditshme në qytet dhe në fshat. Ata u ndalën veçanërisht te gjendja e spitalit të Lushnjës, i cili prej vitesh, sipas protestuesve, vazhdon të mbetet pa kushtet e nevojshme dhe me mungesë të medikamenteve. Turpi madh që nemi mbretën me këto kodira të qelbura këtu. Do ri këtu të flas vetëm në llafet e nënës time, e cila është e smur dhe kishte qejf të vite vetë sot këtu, por sëmundja nuk e lejoj. Unë do them vetëm llafet e saj. Është një nën e operuar nga zemra nga të gjitha ne. Dhe vete gjithmonë në për spitale dhe në ambulancë për të bërë analizat të ndryshme. Analizat janë një diçka tjetër. Por që ta ngrenë në time nga kati pari ambulancës deri në katin e dytë, do të paktën gjysmore që të gjithet se pse qeveria jonë e nderuar nuk ka lekë për të bërë një ashensor për ata. Kurse për kopshin e hotelit ka 4 milione gjysmë euro. Duhet të mendojmë si mund ta kthejmë Lushnjën. Lushnjë është bërë si një fshat. As spital, as i gjë ka. Uroj që fjala jonë të vejë atje ku duhet edhe të na zgjidhë problemet. Përshëndetin tonë, përshëndetin e gjithë shqiptarëve dhe gjithë lushnjarëve. Bravo! Se në spitalet tona gjithë Shqipëria dhe Lushnjën nuk ka kushtet normale siç duhet. Që ne kemi shëndetin më të mirë. Lushnjës ka një ashensor për ty kur moshuaret apo që janë invalida që të vinë në ashensor, po du ta ngrit tjetri krah që typi ka 2 apo ka 3 spitalit Lushnjës. Ne kërkojmë, në të ardhme kërkojmë që spitali rajonali Lushnjë, ato ëndra që ne kemi pas, të shpallët spital rajonal për bashkinë Lushnjë. Nuk ka punë Lushnja të shkojnë në Durrës për dializë, ka qenë tabulla këtu. Nuk ka aktualisht që shkojnë në Fier të spitali rajonali Fier. Amerikan. Që këto punojësit që janë nga Lushnja veç punojnë të spitali amerikan dhe shteti kaq leksa pagon turqit, pagon dhe që marrë dhe hotele me qera që pagojnë dietat. Rasë ju, lexoni pak qytetarët e mi. I pagojnë turkut, i pagojnë qera për në hotelet që flenë në këtu. Nuk kanë lekë që të pagojnë infermierët dhe doktorëve tanë që punojnë dhe detyrohen të ikin jashtë shtetit. Dhe turqit vinë punojnë këtu. Duhet të punojnë ne shqiptarët, punojnë të mos ikin emigrantë jashtë shtetit. Duhet të punojnë këtu dhe shikojeni pra paska që quhet transparent. Ku është sot? Je shumë vonë që ne mbyllim këtu. Kemi 35 vjet, dhe po kemi si gjatë, nuk e minë që njërë feri për popën e Lushnjës. Vetëm ullën karriket, majën rrugat edhe duhet. Edhe kartonin për pjetë. Edhe mesëllar se flat, e dyta. Pacientët me dializë, që ne pse të vëmë në Fier, ku jemi 52 qytetarë nga Lushnja, që vëmë në Fier, me 2 turne, nga Lushnja, nga Divjaka, plus pasaj ka dhe nga që vëmë në Berat, ka dhe në Durrës, nga Lushnja, dhe në Tiranë. Pse mos të vi këtu dializa këtu? Se lekën e dializat ata i marrin privatët.
Nuk vjen të qytetar. Si qytetar, plus pasaj. Kërkojmë një tjetër, ne të dializët. Kërkojmë që rrugën ata tallin me ndere me ne. Japin nga 3 metrë qirik rruga. Kur një shërbimi aty maja 100.000 lekë, 200.000 lekë, kurse ne na japin nga 30.000 lekë në muaj, të vem 4 seanca në muaj. Për Gjalizën Fjerë, ka pas rasit me nëllën që shkonim në Fjerë për të marrë i dakë që shkonim në Tiranë. Do vullosje 20 vullat shkonim në Fjerë, s'po në kompjutri, edhe të rrinim në për Fjerë në protete. E shkot për i qytetit të mos. Të gjithë ata, isha 100 hëndushit, ato matët po pasatet jo, edhe për të kujtur, shkujtohen. Dysheke jonë, qafe, batalije, janë të skaduarën. Banjo qilbur, nuk hynë do të bësh operimat të shikohet. Një ardhë gjithë, ndëruar vëllezër dhe motra, unë nuk njoh ngjyrime politike si imam i xhamisë Lushnjës, por njoh shpresën për jetën dhe shëndetin. Shëndeti dhe jeta nuk e njeh ngjyrimin politik. Prandaj gjithë ata që kanë frikë sot protestojnë e kanë shumë gabim. Zoti e ka dhënë jetën që ne të kryejmë shkaqet për ta ruajtur shëndetin dhe jo ta shkatërrojmë atë. Ky nuk është spital, ky është stall. Përshëndes në radhë të parë, doktorët janë shumë mirënjohës, nuk kam asnjë fjalë që të them për ata. Bravo atyre që punojnë në këto kushte kanë të vështira. Kushtet janë skandaloze. Mbredhin rrugët Tiranës, Durrësit, Vlorës, ku të na çojnë? Arsyeja mërzotri, ata lart, na thonë. Godinat janë plot. Ky spital mund të marrë jo vetëm Lushnjën, qytetarët e Lushnjës, por edhe të Fjerët e të Beratit bashkë. Ku janë pra? Një e një ekor, asgjë, është turp, një analizë gjaku, nuk e bën dot, do ta bëjmë Tiranë. Unë personalisht, dikush Fjerë, dikush ose të privatit 50.000 lekë. Aq bën mërzotri, s'ka. Personalisht jam një nga ato bashkëvuajtësit e këtyre dyerve. Jam më larg se para një viti kam rrezikuar të humbas jetën për shkak të një hemoragjie dhe turpi më i madh ishte që këtu nuk ishte gjak që të më dëronin. Duhet më vinin vëllezërit nga Greqia që dëronin ato 2 pika gjaku për mua që unë të jem këtu sot dhe të ngrej zërin dhe për të tjerë që mund të kenë të njëjtat halle dhe probleme si unë. Kur vjen punat e taksat i paguajmë 1.000. Por ama kur vjen puna që të marrim shërbimin mbrapsht, duhet të kemi një mik të fortë që të trokasim në një derë dhe inshallah na hapet ajo derë. Kërkojmë ato gjëra që ne paguajmë për t'i patur. Për sa i përket stafit mjekësor, nuk mund të them asnjë fjalë se ishin nga i pari tek i fundit njëri më mirë se tjetri, gjënar edhe për ata për kushtet skandaloze ku punojnë. Periuda që kam qenë unë e shtruar në spital ka qenë dimër. Qa binde jashtë pynë të brenda, është turp të thuash. është turp të thuash, spitali të rinin ato sanitaret me kova që prisnin ujën se kur të ngrihesha nga shtrati, do thyja qafën nga ujë që kishte rënë poshtë. Ngriuni dhe kërkoni të drejtat tuaja se nuk është as pak padrejtësi kjo që ne kërkojmë. Padrejtësi është ajo që po na bëjnë neve. Jemi mbledhur sot këtu për të ngritur zërin dhe për të treguar se kur ne kemi nevojë për diçka ne dim të jemi të gjithë bashkë, pa ngjyrime politike, pa përplasje dhe pa urrëtie me njëri tjetrin. Pjesë e kësaj proteste ishin edhe deputeti i Lushnjës, Sajmir Korreshi, një nga zërat që kanë ngritur shpesh në parlament shqetësimet e qytetarëve të Lushnjës, si për problematikat e qytetit, ashtu edhe për gjendjen e spitalit të Lushnjës. Në përfundim të protestës, Korreshi dha një promocion për mediat, ku u ndalte kërkesat dhe shqetësimet e ngritura nga qytetarët. Ishte kënaqësi të merra pjesë bashkë me qytetarët e Lushnjës në atë që Lushnjë djeg më shumë, në atë që Lushnjë dha më shumë, në atë që Lushnjë deri tani nuk e kanë zgjidhur kurrë për spitalin e Lushnjës. Kjo ishte qendresë lushnjarësh, dhjetra të tjerë që me shpirt në bashkuar për efekt të kësaj surrat qeverie e cili ka marrë shpirtin dhe i mbyt me presionin se do të heqë nga puna, por me shpirt kanë qenë sot me ne, me dhjetra mesazhe të gjithë qytetarëve tanë, jo vetëm këtu në Lushnjë, por edhe ata që jetojnë në Lushnjë që na bashkojnë në këtë protestë. Kjo ishte protestë qytetarësh, protestë për atë spital të Lushnjës, protestë për gjithë ato që mungojnë këtu në qytet. Kjo është e para një serie patjetër, kjo është e para një serie, sot lushnjarët u zgjuan, sot lushnjarët nuk folën për
parti, por folën për spital. Është trishtim që të mos t'i dëgjosh këta lushnjarëve në ndaj bëjthirje. Ju sot nga sheshi më i bukur i Lushnjës, i bëjthirje të gjithë pushtetarët aty që kanë në dorë fatet e lushnjarëve. E para, spitali duhet kthehet rajonal, është kërkesë e panegocueshme të gjithë qytetarëve lushnjarë. E dyta, rregullimi i gjithë ambienteve dhe jo vetëm e një kasolle, dhe e treta, shërbim fare sa shut që është premtuar për ato që paguajnë gjithë njerëzit. Pra të ketë mundësi për analiza dhe për medikament. Ndaj që respekte të gjithë qytetarëve të Lushnjës që protestuan për veten e tyre, kërkuan dinjitet, kërkuan atë që premtohet për shku në Europë, nuk shkohet në Europë me kafshëri, me batërdi, me myk, me lagështi, pa medikamente dhe pa mundësi për analiza. Si që gjuhët e vetat e dializës, zgjidhja më njëhershme duhet të jetë kthimi i tyre, gjetja një reparti sa më shpejt, marrja masave që të 52 pacientës që çdo 2 ditë shkojnë atje, që rrin nga 4 orë dhe marrin me veten e tyre të gjithë familjarët, sepse ju e pat me zgjidhjen kam, duhet të zgjidhem më imediate. Kështu që falenderoj me shpirt të gjithë lushnjarët që ditën bëhen zëri hallave të tyre. Faleminderit.